15 viteve ke lojt Itali e këthy me qelë firmë shumë të madhe këtu në Restelis Dragoshit. Kam lënë Itali. Edhe kam nis me punu këtu. Ja kam 500 copa dha. 500 copa dha. Kam ja 14 lop, 10 kual kam. Pas këtë këgja shumë pasunite. Një ka jap zoti shuqur. 100.000 euro në veti pa lënë të poqa. So ki pasunit deleve, të kuajve, të lopve. Kam. Bargia. Te e prejk nështë edhe 500 mishin? Me 300 copa keni nis. Tash një dele janë di 300 euro. 50 copa me blezh, po të vinë 30.000 euro. Gruja të ndimën? Gruja jeme nuk di as shtalla ku i kam. Posh zotin. Me gruja me të kalzu vërtet, as një di se kam marrë këtë land. Një kurban sa po bën? Ja 300 euro, po, 300-400 300 euro një kurban, a? Po. Thojnë ka shtrejt, a jetu blit dukata. Qa është të shkove? Do me thonë një loj kurboni t'il silët qmimi rrët 200 dhe 300 euro. Po. Përshëndetje miq dashur Premier Lauretës. Sot jemi orë në fshatin Restelis të komunës së Dragoshit, 100 kilometra larg Prishtinës edhe larg zhurmës së qyteteve. Kemi orë me vizitu firmën Doda, edhe me bisedu me pronarin Abirin, edhe për ma shumë në ndiqni. Hajde të shkojmë të atakojmë Abirin edhe flasim agjërsisht. A je lodh, a je mirë? Mirë, jo. Si je ndërum? Mirë. Si po kalon? Mirë shnosh. Me shnet? O me shnet që. Faleminderit që na ke mirë pritë dhe që na fol pak ma shumë, do më thot për jetën këtu në Restelis dhe firmën tonë. Fillimisht qysh je me shëndet? O me shëndet, faleminderit Zotit, shumë mirë jenë. Mirë, po do kesh i fort. Po sa vjeçar je nëse si ki problem? 43. Qysh po shkon në jeta këtu në fshat? Jeta mirë shumë po shkon. Na punën vetë, shumë mirë. Që sa ku mirësh me këtë punë? Po na jeni shtu brez me mas brezit. A, e keni do më thonë mati mirë. Po mati, po une... Sa vjeçar ke qenë kur e ke vrejt e vetja dashnim për dele? 8 vjeçar. Prej që atëherë do më thonë si ke ndo? Prej që atëherë, mos e kam lonë. Prej atëherë do më thonë, e deri sot që jam bo shumë vite, ke trashigu brez pas brezit. Shuqur, beri qatë përsen jam shumë mirë. Restelica kështu njët nështë edhe për shkak që është ofër bjeshve të sharit këtu. Po. Edhe njët si vend ku ka firma deleve të dhive e kështu. Po Restelica përpara ka pas shumë dhënd. Po. Përpara shumë dhënd ka pas, shumë lok kanë pas, pa shumica kanë nik, tash pak kanë met për këtu. Po beri qatë përse unë kam punat vetë, kam 2 punëtor këtu. Po, edhe po ecë mirë. Po ecë puna, shit me kam mirë, për kurbani shit. Shumë mirë jam. Do me thot për kurbani shet ma shumë. Tash kena me shku edhe sot kemi qetë delet, apo? Po, kam njës me qetë sot, dele kam do punëtorët. Kena me këshyre dhe procesin, unë dishta me fol njëherë pak për Restelicën, për dhe so ardhëm këtu shumë largë. Po, ka tundi malit janë këtove. Na rrugën që e banëm, neve na u dëke edhe pak do me thonë, jo pak, por shumë interesant. Qysh mundet me jetu një njeri në është Na e keni mësu be mal me jetu. Ja, jo e një mësu. Na, zotin i kanë falë që tu, na e keni mësu që këtu. Na s'jeni përfush mua. E tash du me të pytën e ty, a i kishe shit delet për me dollë me jetu në qytet, ase kishe lëshu heq këtë malë? Po e kam lëshu, dimnit e kam lëshu ka pak, po... Po, a? Po e keni lëshu, si vjetë butu konë dimnit e keni lëshu. Je këty apel, po e keni këty. Po ata që e kam lënë janë 150 copa për me qetë që tu, do ata qeret e kam lëshu me një punëtor. Po, a? Qashtu po. Apo ka t'interesum heq, t'ka i ti ki punëtorët ma shumë, apo kosh... Po ma shumë mundesh me gjetesh punëtor ka Shqipnia anena. Po, aneja. Po, ka mali kënena këshkan, e pas më interesën që shbirin kontakt ju me ta. Për shamull janë këto fshatat Borje, Shishta Vet, pa une vet jam gjaki Kaladodez jeni shqiptarë jeni na. Na keni anena lidhme, pa i në gjetën mas shokve, mas... Jo, po du me thonë, a i lypni ju punëtorët apo janë t'interesum? Po, na i lypni vet, na i lypni. I lypni ju, a? Po, kush vjen vet, nuk vjen kërkush be. Edhe këta pak kanë me punu. Nuk du me punu me qëtë zanatin më ku. Dojnë me punu si qobana, si barinë është ta. E dishta me të pytun e ty, ma shumë po ka t'interesum që shë thamë edhe ma herët Shqipërisë.
Pse Shqipërisë, pse jo në ashtat Kosovës? Kosovarët ketë kanë ikë jashtë. Ketë po ikën jashtë ata. Evo, që tona janë 12.000 banorë Po, janë ti në më tha që Restelic. Restelica i ka pos 12.000 banorë. Po, a kanë me tash 1.000 asë janë. Po, a? Ketë kanë ikë jashtë. E a vinë këto gjatë Po, vinë ata festave? 500 festë. Qfarë festa vjen ata 20 dite me bon dasma, me bon Po, dhe pak, edhe ato iken ata kur pak gjohet. hiq. E dishta me të pyet ta kuaj, ta përdorshi për transport, a? To kual A ma për- shumë i majte une për transport shtu, jo për transport kur dhe hipen të shku me kontrolu qoban ku janë, me i okej, panena, për kalërim, do me po, thonë me po. këqyr lop ku janë në vend, qështu. Shumë interesant jeta këtu do me Po, thonë. jeta janë qështu Shumë jonat. interesant. Nuk shkon tjeri ka mos. Po, jo, e vërtet, na për këto bjesh, shorit, kështu që s'janë fort, nuk janë edhe fort, në ashta, si me thonë të leta. As me jetu në tu, do të mi do shumë edhe do të me pos këgja një gjend fort për me i dosh. Zoj, njeri kur me mësud me një punë, edhe kur i ka qef. Si këshyrë Po, vështirësita. nuk janë vështirë më të verë me këshyr, kur i ka qef. Po njeri kur janë me diment, o me i jashtë, o me majtë këtu, janë vështirë me majtë. E ti personalisht, a ke pos në herë dëshirë ose a ke qenë herë në Une mërgjim? motër të kalzon, une jam konë 15 vjet Itali. Ala kam letra italian. A i ki halo letrat Ala italiane. letrat. Edhe bile kam që tu gjeb me kalzon, kam Foto? ala, po, Ja, po po të besoj. 15 vite kam lënë Itali. Që me vend jam Që që tu. 15 vjetë e ke Po, praktisë 3 Itali. vllazën i kam Itali, njëri Në Gjermani, orë njëri këtu- edhe kam nis me punu këtu. Po bim beru qatë përse një shtëpinë vetë, Po. me familjen vetë. Që vlen më cek në është edhe për njerëzit që Mame. se din ekzistencën, po jo ekzistencën, po nashta se din që është jeta këtu në Restelicë. Restelica është një fshat, në komunën e Dragoshit, është kogja i madh si fshat, i ka pos rreth 15.000 banorë, që the edhe ti. Po. Po sot do më thë kanë met afro 1.000, nashta as 1.000 banorë, për shkak se e kanë braktisë dhe kanë shku me jetu, nashta na për qytete ose për një jetë më të mirë mërgjim, edhe është shumë karakteristike shtëpia të ofër njëna Po tjetrës. mos ata Qysh ka mundësi, do me thonë ato mura është ngushta, pa nuk e kanë pas vend të adish për para S'kan që ashtu pos kanë vend. maro, ketë vendi ju konë shpat bjesh Po. kokon, edhe ketë janë gata të vllaznit. krej, do me thonë menzi hishe për Po, shkak gata vllaznit kanë bo, po që, kanë bo shpjet mëlaje, kanë ikë jashtë. Po Vadjalla i kanë bo po shtëpia shpjet mëlaje. 3-4 katë në Po, shta, këto shka Po. kanë ikë jashtë me të kalzohet dishka, edhe këtina nuk janë kollaj me jetu në jashtë. po. Nuk janë kollaj. Po se ti e pas ke përjetu Po, mërgjimin. po këta, po kujton janë mirë, po jeta i kalon. Jeta kalon, po, jeta edhe i kalon, nështë po. Shuqur jam këtu une me familjen vetë, me punën vetë, kërkus po Je zonë shafi bërma. vetës edhe Po. nuk të pengon kërkush. Kur, jo. Këta, po bëjshin vojt, nuk e provuva heq. Duket po bëjshin, a? Vala ka, qysh. Po, ka vojt, Po, do me thonë, se qëre ta është i me... Shteti Forna keni, një ka prunë valë, qysh. I ka pru vojt, do me Po, ka thonë, prunë që pa, bjesht komuna shore. një ka prunë si vjetë kocka të rinë para A ku, shtollës. a? Komuna ka Okej, pru. se keni pas Për para probleme. keni pas shumë probleme me rruga. Ah, Po si vjetë një kanë prunë, faleminderit komuna para Dragashit, dere që tu a? Dragashit, një ka prunë, po inshallah për mod me një moj që tu me shtin pak. apo të Para një qytet. muan hiq shteti për nashta me të subvencionu. Po, A kina i një plan, sot dele i kite? Ja kam 500 copa dhanë. 500 copa dhe. A ki lop ose diçka Kam ja tjetër? 14 lop, Po, a? Po. Okej. 10 kual kam, 10? 10 i kam mauzat e kual. Okej. Shumë. Pas ke kogja shumë 10 qenë pasunite. që kam. Po keni. Kush i Shqyr punon zoti. i zoti jep, Aha. nuk nale. E kur, nëso njës dita jote, Aber? Qysh. Nëso njës, nëso qoshti, nëso flante? Unë e mos Qysh është një dite jote flen a zakonshme? sa dush unë, nuk kam orar jo. Hiç s'ki do me thona. Jo, tash për shembull me kryt puna e shkon një sat i flen një kruton Se kërkush. ki problem. Nuk kam problem. E dishta me të pyta, a fleni dikun këto, apo shkojnë atje në... Po keni lomat të shtolla atje, keni lomat atje mranda, keni shporet, keni Apo flet. krejt Po kushtet. unë jam domethënë. afër ja që tu në shkon shtëpi, po çuban janë këtu. Do me thonë Natën. këto. E tash ti qësh është me flejt midis bjeshkës? Ma mirë, kurse flesh. Po thu që është mira, Shumë mirë. të pengon Ajri, kërkush. paster, ajri, po pengon paster. kërkush. Mhm. As makina, as kërkush, as telefon. E nale qitja avion, telefonit, s'po tjerë kërkush. Moj, O,
pa të pyet edhe për cita se po më bën shumë përshtypje shtëpiat shumë lart edhe apedin një jetesë shumë interesante. Qyre ato shtëpia atje? Kret me kualt kanë çu material përpara. Po deshta me pyet çu kanë çu materialin atje. Me kualt. Me kuaj? Ket. Në bloka, rond, ekrat, ket me kualt kanë çu. Po tash shuqur kanë ato tamperat. Po. Me tamperat me i bën, me traktora dhe i qone i shkon në rruga. A ka ndaj rrugë për atje ndej në Ka shtanonën një rrugë, kanë tjetër, një me a? honën shqetere, dalen për Beshka, shkon për Maqedoni. Po, do më thonë është kufini Pa na jeni kufini këtu, jeni kufini ma Shqipni, Maqedoni. Shqipni, Jeni Maqedoni tromegje këtu. fiks. Po. Edhe qëret veni shumë i mirë, ambienti shumë i pastër, krejt kjo, po Një ka jap zoti shuqur. e me të ofru ty një jetesë, mos me pas nevojë me punu të një jetën midis Prishtine. A e kishe lëshu që të ven? Jo, unë kam punu 15 vjet Itali, a besojsh, asnjë natë nuk e kam flet si neri që shika i. Edhe asnjë natë nuk e kam konë pushimit me ment që shka i. Tash bimber qatë përsin. A do me thonë 15 vjet në Itali, po thua as pushim nuk e bo që është duhet, as ka mo gjumi. Ka ora 5 i qojsh, ka ora 7 vish, e bosh dark, e bosh tu, hajde me blesh, hajde me bosh. Jeta nuk është djerë me jetush, njerë e jetush edhe marrësh punë. A birë, unë tash po du me të pyet edhe për këtë pjesën që hajde pak nështë i shumë edhe ambientet të firmës. Deshta me të pyet a birë, që shë thamë edhe për Estelicën, po edhe për Kosovën përgjithësi është braktisë me të madhe. Tash rinia po kohë qef me doli jashtë. Ti si mërgjimtar që pas 15 viteve ke lojt Italinë e këthy me qelë firmë shumë të madhe këtu në Restelicë Dragoshit, do me thonë molet e sharit, për thonë kështu, qaj kishë thonë atyre trive që po dojnë me shku mërgjim? Puna me bakterin edhe nuk janë veç fajt e mashken, për shembull, edhe femna kanë fajt, nuk donë me martu për shembull se rinë me avgjo, nuk e donë. Po thua, e kanë problem edhe me gjithë nusa? Kanë problem, tonat kanë ikë për qëtë problemit, nuk mujtë me gjithë nusën. E pse qa po thuj nusët o abir? Pa, qysh, nusën... S'me du burin qoban po thuj na? Pa nuk donë burin qoban tash. Tash ku shkon me qëtë roba qysh tu shpia, aj nusa jene kam su me mu qëtu, po. Do me thonë, kë ka problemin që po dej kanë me shku të nusët pak ma shumë. Se nusët pithuj nuk të marrën e ty me lop me dele. Që to e po rinja pujke, tonat shumita që shtu kanë ikë. Po, a këpik Restelicës to. Po dhe se Restelica ka pas ma herët shumë firma, ndërsa sot... Restelica e ka pas para luftës 27.000 copa vend. Po, a? 27.000 copa vend. Lop ka pas plot, nuk e di, se ka pas shpia pa lop, pa... S'ka pas as një shpi pa lop. Po tash sa lop kanë pas, Restelica tash ka kjera qaq. Kur vjen Kjera ka? Kjera qaq, s'mundet me kalu, ka di orë, e pritësht e ura që ti e gufa. Shumë kanë ndryshu, du me thonë. Shumë kanë ndryshu. E dishta me të pyto buret e vugla, shpijat në gusht, ku i kanë majt ato ljapë. Po, kanë majt adi shushe, kanë majt dhe vend. Qyre, unë po du me të pyt, për shkak se nashta unë edhe muj me perceptu pak, po edhe audienca ko qef me dit pak ma shumë. Ko njerë që kanë braktisë Restelicën, adin janë shku në mërgjim, edhe sot kur e shuin dikën që po e prezentojnë, i njoll nostalgjisën që të ven janë rritë. Për që ata edhe po du me të pyt që u po njeta. Zor me blen, tash zor s'ka ku me marë. E bon vaki, shumica kanë qef me këthejnë. Me u këthy këto? Po, me investu? Me investu, me gjo, me shtu, po s'ka. S'ka qka, s'ka pare? Jo s'ka pare, s'ka gjo, ku me ble. Tash me blele janë 200-300 euro. Po, a 200-300 euro? 50 copa me blesh dhe po të vinë 30.000 euro. Pare. E tash ti me so dele ja ke njës, so ke investu këto? Une kam njës, e keni njës dele me 300 copa e keni njës, ma dhe me vllaznim jam konë, e keni pas 800 copa. Keni majtja 800 copa, ja 4-5 vjetë, ma dhe ku e keni da me vllazën, vete kam nëtë, me 500 copa kam nëtë. Okej. Edhe me gjithë një punëtor që prapë, një punëtor mirë. Një punëtor të mirë i shton numrin, a? Po, edhe me shton numrin ala. Tash ti një llogaritje të vogël me marr këtë pasuninë e baktive që e ki, so ki pasuni deleve, të kuajve, të lopëve, të kulave. Që to pit me kje pak ron, po kam.
Bagia. Ki, ti e prek nështë edhe 500 mishin? Kam, faleminderit. Për që ata do me thonë. Që to zbon me Ja kam lejtë edhe, jo tash po flasi me shifra, po një llogaritje të vogël, nasi shqiptari, dejmë 500.000 euro pasuni veç me dele me... Shushi kanë vërdije, gjojës, me dele me kuarta. Me dele, me bakterin, kënë, bëjmë qatë. Po, shqyqër zotit se ju punoni. Ape ki problem nështë ta, që që thash edhe ma heret më kujdes për gjithë tu. Gruja të ndimën. Sa do pak, ose nështë ta për bylmeta... Gruja me të kalzo vërtet, une as një ditë se kam marrë këtë talent. Qka, se ke marrë grunë? As një ditë talent nuk e kam marrë. Një burë! Gruja jeme nuk di as shtalla ku i kam. Posh zotina. Me shkoj shtash me vete, gruja në shkoni vete, a bire ku i kjo shtalla burit vetë, zdi. E pëse më shte ke marrë grunë ti të kejtë jetën që të e ke qu? Nune e kam su vetë me punu. Të shpia? Me shpia, me qoban, edhe nuk e kam përzi familjen me punën. E fëmija janë të interesu mjeq, a menon që pas teje, një djali kja, a menon që djali të pas teje ka me trashëgu këtë farë... Po djali... A është interesu? Interesu janë shumë mrenda janë. Okej, tash kena me hi edhe me i këshyrë qetjen. Po s'kam qef me lonë djali me këti punën njerë vetë. Okej, po. Sa vjeqar është djali i ria? Djali janë 10 vjetë tash. I riko ka. Po nuk mund me gjithë punëtorë. Vetëm mos po lodhen adishë. Për qëto. E tash të jonë e dishta me të pytë ty, bylmet thënë që nuk merë shfart nashta me djathën me kështu. Po i vere si maron djathën shumë djathën. Okej, ti mjell veta? Vetë, unë me qobani mjell, unë vetë i bon bylmetin. Vetë e bën edhe bylmetin. E sa për shamull po shkën sa kilogrami djathit deles? Kilogrami djatin ka 12 euro, e kini shqit nga vjetë. Vjetë, ta shu shtrejtu sigur. Si vjetë nuk dhjetë, që shpërshkojnë pa dhe qashtu. E qumshti? Qumshti s'kur se kam shqit. Se ke shqit, veç bylmetin po me ne i djatin e këto. E dishta me të pyt ti shetë për kurban këtu. Ta është edhe kurban Bajrami ofër. So fiton ti me këto dele? 1% ashta si mesatore në vit po, qa sot mesi? Vare qfar kingja janë, vare qfar mishi ka. Po nashta ti ke bën një logaritje nashta ma herët? Keni fitim. Me shqit 100 kurbana e pagon 300 copa kingja. Një kurban sa po bën? Ja 300 euro po, 300-400 300 euro një kurbana. Po. E qa i thua aty në njerëzve që thujnë ka shtrejt, a jetu blit Dukata. Po, njerëz, qa është të shkove? Po, kjetë ka ibe, nafta po ka ibe. Po më një logaritje të vogël, dej 90.000 euro, mos thëm 100.000 euro në veti pa lënd po, qa? Po, që të është me kingja, me djad, me... Mos ma shumë, po prapi shola jo jetë zotis... Këtu ma shumë e duket... Hajde, minat e firma. Qëndë, mos i pia ato ju. Jo. Hajde. Këto ka... Okej. Këto. Do me thonë një loj kurboni i tilë, silët qmimi rrët 200 dhe 300 euro. Po. Kurbana në mrenda i kam, këto janë kingja... Po, kingja do me thonë që kanë po. Dvogjel janë, po. Po prapë, qëre tash kjo, një ashtë dhe të këshyrin edhe fitimin, që shtasht edhe ma herë, ta shti mi fitu deri 100.000 euro vetë, thojnë, hajde të shkojna dhe na të investojna për shamull në bakti. Po prapa me ndën ti që du të me këshyr veç fitimin, a pa i dosht nuk më në shkurqysh me ja dojnë. Me qeto pun, s'mundesh me këshyresh vetëm fitimit. Jo, se dojnë kujdes, dojnë krejto. E dojnë kujdes, dojnë bari, dojnë tajin, dojnë sene, kanë pun. Qobani ka pun 500-600 euro të marë. Sa e pagun ti një qoban? Unë e kam ka 500 euro di qoban e kam. Po, 500 euro ka rrugën qobani me shpenzimet e herta. Edhe... Pasër 500 euro i ka. Të postra i mesin ati 500 euro. A me ndën që është mjaftu shumë 500 euro në ditët e sotme? Qa me ndën ti për këtë pjesë? Hajde? Po, se dish ka me thonë me 500 euro... Te na këtu Kosovë jo. Po, a? Jo. Smirë. Te na jo, po... ti s'ki mundësi ma shumë e këtu, a? Po këtu adish, nuk është martu me a gjalli. Po dhe s'ko shpenzime. Nuk ka shpenzime njerë, edhe mund me jetu. Po këtu Kosovë, na probleme. Edhe për fund po du një mesazh prej teje për gjitha audiencën e gjerë që na ndjek, qa i kishe thonë, qyshu kishe drejtu?
Faleminderit për juve që keni vizitu. Shumë faleminderit. Na jeni kënaq me ju. Po më vjen mirë që keni kalu mirë edhe. Po mirë, pak keni fol. Kena fol shumë. Po, jo, mirë keni fol. Faleminderit për juve që biseda shumë të mira, po. Qetër s'kam çka me thonë. Na i përshëndesëm krejt shqiptarët tonë e onën bon botës prej Restelicës Dragoshit edhe ju urojmë gjithë mirat. Bashkë me Abirin, jashtë e mranda shka. edhe ata në Mërgjem edhe këta në Kosovë, kudo që i bjen ma mirë le të shkojnë, po gjithsesi mos të harrojmë vendin ku kanë lind. Qashtu. Kaloni mirë, ju përshëndesëm bashkë prej Restelicës Dragoshit. Faleminderit.